A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shanu falendrojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij, fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Lutim Allahun xhalla shanu që Allahu këtë ditë të agjërimit Allahu kabul dhe makbul të në banë. Namazet e tona, duat e tona, lutjet e tona Allahu të i pranon. Sot do të ndalem me shpjegu kuptimin dhe vlerën e dy ajeteve të suratul Bekare. Tek ne është e njohur Amen e Rasulin, çka her pasere e lexojmë në namaz, her pasere e kënojmë si ashere mas namazit. Andaj kisha pas qef dëshirë që ta kuptojmë se çka do më thonë kjo sure, kuptimin e saj, vlerën e saj, edhe kur do të lexohet. Se ne do gjona ja kemi lënë muezinit që ne duhet vetëm i bëjmë namaz. Do gjona ja kemi lënë imamit ti lexon, a në fakt duhet me i lexu ne. Namazë si namaz, imami e ka për detyrë nga fillimi të tekbirit deri te selami. Përfundon selami, imami atë e ka obligim që me kon imam për xhamatin. E pastaj janë do gjona që ne duhet vetë t'i bëjmë si musliman. Shembull, puna e muezinit që na thot thujni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, okay, ne thojmë atë punë. Po ajo duaja në fund të la ilaha illallah wahdahu la sharika la që e ban, ato pejgamberi asam duhet me bëj xhamati vetë njerëzit. Ose shembull ajetul kursin ose Amen e Rasulin që e këndojmë natën e xumë apo natën e hon, ose hu Allahu alladhi masabat. Këto gjona nuk lidhen, duhet ta kuptojmë se nuk lidhen me namazin. Nëse dikush i le, shembull e le kul hu Allahu, e le hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, ashiren masabat, e le Amen e Rasulin që e këndon natën e xumë hoxha apo natën e hon, ose tespit. Nëse i lojmë, namazën e kemi në rregull. Këto nuk janë gjona që janë kusht të namazit. Po i lexove ti si person ki sevap e ti. Jo vetëm ja lanë shembull imamit. Imamat në herë i lexojnë për me vëmsu xhamatin. Imami e lexon për xhamatin me vëmsu. Për këtë shkak unë sot do të ndalem me kuptu se kur duhet të lexohet Amen e Rasuli. Se ne në herë kemi bo asheret pjesë e namazit. E kjo është gabim. Asherea nuk është pjesë e namazit. Por lexohet, po, nuk lexohet, do më thonë nuk prish punë. Të ndonë që. E për këtë shkak, pasi ne për e lexojmë shpesh herë, e deshta pak pika të shkurta me shpjegu çka lexojmë ne, çka lexon imami. Pse e lexon Amen e Rasulin? Amen e Rasuli, apo ajetet e fundit janë pjesë e surës e cila është më e madhe në Kur'an, cila është surat al-Bekare. Pjesë sura e dytë në Kur'an është surat al-Bekare. E para është Fatihaja, e dyta surat al-Bekare. Sura më e gatë në Kur'an i cili ka 286 ajete. Në këtë sure është edhe ajeti më i gjatë në Kur'an, ajeti i Borxhit. Gjindet në këtë sure. Ajeti më i madh në Kur'an është edhe në këtë sure e cila është ajeti al-Kursi. Edhe në fund të kësaj sure është edhe Amen e Rasuli. Allahu xhalla shanu për surat al-Bekare thot, është një sure që është në Kur'an më e madhja, e pejgamberi alayhi salatu sallam neve na thot, kush e lexon surat al-Bekare gjatë ditës, Allahu xhalla shanu do ta mbron nga shejtant.
Kush e lexon atë shtëpi, Allah do ta mbron që mos me pas dome nga shejtani në atë shtëpi. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë do të ndërmjetëson kjo sure edhe Ali Imran ai cili lexon te Allahu xhalla shanu ditën e Kiametit. E çka na shpjegon kjo sure para se të marrë te Amen e Rasulin? Kjo sure nëse ndalemi dhe shikojmë historinë e kësaj sure apo konceptin e kësaj sure, Surat al-Baqara, Allahu xhalla shanu neve në këtë sure na shpjegon besimin ton, akiden ton. Besimin në Allahun, besimin në pejgambert, besimin në melaqet, besimin në librat e Zotit, besimin në ditën e gjykimit, na shpjegon në këtë sure. Pastaj Allahu xhalla shanu në këtë sure na shpjegon dispozitat e Islamit, e ligjeve të Islamit. Na tregon rregullat e namazit, na tregon rregullat e agjërimit, rregullat e haxhit, e zeqatit dhe kështu me radhë. Na tregon në ligjet të tregtisë, borxheve, drejtësisë në shoqëri e kështu me radhë. Na tregon Allahu xhalla shanu në surën al-Baqara, na tregon historitë e pejgamberëve, duke filluar nga Ademi alayhis salam, se si e ka kriju Ademi alayhis salam nga durrët e veta. Na tregon historinë e Ibrahimit alayhis salam, na tregon ndërtimin e Çabës e kështu me radhë. Pastaj na tregon Allahu xhalla shanu edhe lutjet si duhet të bëhet në si musliman, çfarë lutje duhet të bëjmë. Na tregon është një ajet që e dinë këtë shumica e dim, ku Allahu xhalla shanu është një nga lutjet e Zotit, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na tregon Allah si duhet të lutë Allah, to Allah na jep të mirat e dunjos dhe na jep të mirat e ahiretit e kështu me radhë. Edhe në fund Allahu xhalla shanu, pasi përmbledh këto gjanat në surën al-Baqara, në fund këtë koncepti i këtyre dy ajeteve të kallëzon çka ka shpjeguar në këto 255 ajete apo 254 ajete. Këto me dy ajete ta tregon këtë historinë çka ka dashur Allahu me shpjegu në surën al-Baqara komplet, që është 50 faqe. Ibn Abbazi tregon, ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam me Xhibrilin alayhi salam ulur. Pejgamberi alayhi salam e ndëgjon një zonë nga qielli sikur se mo qel një derë krap. Pejgamberi alayhi salam shikon nga qielli, Xhibrili alayhi salam i thot: "O Muhammed, u ka hap një derë që s'u ka hap asnjëherë në këtë mënyrë. Po zbret një melaçe që s'ka zbrit asnjëherë më herët. Po vjen një melaçe, po t'jep një myshde ty që si ka dhënë një myshde asnjë pejgamberit." Shikoni, melaçe special, melaçe që bje myshde, e kjo melaçe i bje një myshde pejgamberit alayhi salatu wasalam duke thonë: "O Muhammed, kush e lexon Fatihan, Ummul Kitab, nana e librit, elhamdulillahin, edhe dy ajetet apo fund ajetet e surët al-Baqara, për çdo shkronjë njeriu që ka e lexon, Allahu xhalla shanu ka më dhënë me bojllëk. Çka ti kërkon Zotit, Allah ka më dhënë." Shikoni, nuk qenë ka punë thjesht, Amen e Rasuli. Melaçja që vjen special, i jep myshde, thot nuk i kam dhënë kësaj myshde asnjë pejgamberit para teje, po vetëm ty o Muhammed, i jep pejgamberi funit. Andaj ai cili lexon elhamdulillahin, ai cili lexon Amen e Rasulin, ai cili kërkon, pastaj kërkon prej Allahut diçka, Allahu ka më dhënë çdo sen që ka kërkon ky njeri. E pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e lexon ajetet e fundit të surës al-Baqara, natën do t'i mjafton atij njeriu. Do të mjafton nga smujet. Allah ka me të largu smujen, Allah ka me të largu shejtan, Allah ka me të largu stresin. Çdo sen që ka ti ki nevoj, e ki Allahun mbrojtës. Kush? Ai njeri i cili e lexon dy ajetet apo ajetet e fundit të surës al-Baqara. Andaj e kije të mjafton Allahu xhalla shanu. Kanë thënë ulemat të mjafton, s'ki nevoj me lexu apo me fal qiyamul lejl, namaz natë. Këto ajetet të mjaftojnë për qatë natë. Nëse ti e lexon mas akşamit deri në mëngjes. Pa më parasysh se kur e lexon. E këtu është ajo që duhet me ditë, se ti dush me lexu, e jo imami.
Se nëherë, ajde imam lexoj, ajde muezin lexoj. Jo, vetë dush me mësu ti. Se ti dush me lexu që të me të mjaftu e ty Allahu Gjellëshanu. Me thonë, o Allah, ty ai cili i e Zoti jem, edhe nuk kam nevojë për askan tjetër përpos teje. Edhe mjafton kjo sure nëse ti mjafton nga zilia, hasedi, nga shejtan, do të thonë të mbron kjo sure për çdo send. Të mjafton ty si musliman. E për atë muslimoni duhet me lexu mas akşamit, momentin që perëndon dielli deri në mëngjes e ka Allahun, edhe kjo sure e largon vezveset e shejtanit që mundet me ndodh atij njeriu. E tash kanë thonë ulemat dy ajetet, disa kanë thonë 3 ajetet, për qëllim 3 ajetet e fundit. E ne po e shpjegojmë pite 3 ajetet deri te fundi i kësaj sure. Ajeti i 3 para se të përfundon kjo sure është Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Të Allahut janë çka shef ti edhe në tokë edhe në qiell. Çdo sen çka ti e shef janë të Zotit tan, të Allahut Gjellëshanu. Lillahi. Nuk thot Allahu toka dhe qiellit janë të Zotit, sepse dikush mund me thonë janë po me mund me konë edhe filont. Jo, Allah e cilëson fillimisht veten e vet. Të Allahut janë çka shef ti edhe në tokë edhe në qiell. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dhe Allahu Gjellëshan do t'ju merë në pyetje çdo send atë çka e keni në zemër, ajo çka është e mshet edhe ajo çka është e dukshme. Shkoni, atë çka e përshpëriti zemra jote edhe Allahu edhe atë ka me ta pyet ditën e Kiametit. E tash ulematën, ky ajet është ajet i nuk praktikohet, i anulum. E ka anulu Allahu Gjellëshanu me shumë ajete tjera që do të vinë mas që na tregon se këtë gjë po va fali juve. Se shikoni, nëherë njeriu çdo sen mundet me mendu. Me bo ndonjë punë të keqe, me bo një vrasje. E tash para mendoni me na llogarit Allah edhe çka kemi në zemër. Sahabët i kanë thonë ja Resulullah. Për edhe atë çka mendojmë ne Allah ka me na llogarit. Atëherë Allahu pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, ju a jeni për atyre që ndëgjojni dhe nuk e respektojni Zotin? Po Allah pastaj pejgamberi i thotë atyre, thujni amenna, semi'na wa amenna, që është ajeti pas. Semi'na wa amenna. Edhe Allahu Gjellëshan neve po do neve me na tërgu, me na mësu, se atë që e kupton, atë dush me praktiku. E pastaj Allahu Gjellëshan në ajetet e mas që vinë, pas këtyre ajeteve, na tregon se atë çka e kin zemër Allahu nuk ta merr përsypër. Se është një hadith që e kemi shpjeguar pak më herët, shumë fishimi ish sevapëve. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allahu e ka caktuar edhe të mirën edhe të keqen. Nëse ti e kije një jetë me bo një punë të mirë, edhe nuk e ban shkruhet një. Po nëse e ban shkruhet një me 10, një me 700, edhe një me pakufi. Po te e keqa nëse e ban një jetë me bo një të keqe edhe nuk e ban për shkak të frikës së Zotit, Allah ta shkruan një sevap. Po nëse e ban një të keqe, Allah ta shkruan një. E për këtë shkak kjo ajeti është i anulum, kanë thonë ulemat, ajetul mansukha. E ka anullu Allah me shumë ajete, sikurse ajetet e alkoolit. Janë do ajete në Kur'an, ama ato më nuk mirën parasysh. Pse o ka ardhur ajeti i fundit që ketë ato ajetet më herët i ka anullu. E mirët parasysh kjo ajeti i fundit, ajeti i alkoolit. Kur Allahu Gjellëshan e ndalon alkoolin, fillimisht ka thonë, kur të pini alkool, mos ju afroni xhamis. Pse mos zini çka thëni? Nuk e ndalon. Për ndalon alkoolin gradualisht kadal. Ka thonë alkooli është punë e keqe, pastaj ka thonë kur shkoni në xhami mos pini, e në fund ka thonë alkooli është ndalun për muslimonin. E atash, ti s'mundesh me thonë, jo në për marrë këtë ajetin e për ajetin e dytë, për pastaj, jo, ajeti i tretë, ketë ato tjera t'i fshin. Edhe Allahu Gjellëshan ku thotë, in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibukum billah. Nëse ju atë çka e keni msheft, edhe atë çka e shfaqni, Allah ka më ju marrë pyetje,
pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë Allahu xhaleshanu këtë ajet e ka anulu se për shkak se Allahu nuk mundet me dënu njeriu nëse mendon keq. Se sa njerëz mendojnë punë të këqija, sa njerëz nëse ti nuk e zbaton Allahu xhaleshanu nuk ta shkruan, pastaj ka hadithet edhe ajetet që Allah po don me na kallzu, me na bë tërbije pejgamberi alayhi salatu wasalam se Allahu xhaleshanu derisa mos ta bësh nuk ta shkruan atë gjuna. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, thot pastaj Allahu xhaleshanu, Allahu i fal sepse edhe toka, edhe qiejt, edhe çka ka në zemër Allah e din, edhe pastaj Allahu xhaleshanu thot Allahu i fal atë njeri çka don. Vjen me mëkate, nëse don ta fal, nëse don ta dënon, sepse ti i ke bën mëkat Allahu xhaleshanu. Nëse ti bën mëkat Zotit, është nën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Fillimisht Allahu xhaleshanu kallzon se krijimi i takon vetëm Allahut. Pastaj Allahu xhaleshanu na kallzon se çdo send çka ju mshefni Allah e din, edhe pastaj na kallzon Allahu xhaleshanu në këtë ajet që Allahu është i mëshirshëm. E pastaj vazhdon Allahu xhaleshanu te amana rasuli. Thot amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kanë thonë ulemat dhe pejgamber tjerë amana rasuli. Kush ka besu? Thonë ka besu pejgamberi, po kanë besu edhe pejgamber. Çdo pejgamber, edhe pejgamberi asem ka besu çdo send që është shpall për Allahu xhaleshanu. Po edhe musliman kanë besu. I kanë besu Allahut. Çdo send që ka prej Zotit, edhe pejgamberi, edhe muslimat i kanë besu Allahu xhaleshanu. Kullun amana billah. Çdo kush, çdo pejgamber i kanë besu Allahut. Këto janë ato kushtet e imanit. Kushtet e imanit cilat janë? 5. Kushtet e imanit. Besimin në Allahun, besimin në pejgambert, besimin në librat, besimin në melaqet, besimin në caktimin e Allahut xhaleshanu. Edhe e gjashta besimin në Yawmul Akhir, domethënë ditës së gjykimit. 6 kushtet e imanit. Në të na kallzon Xhibrili alayhis salam 6 kushtet e imanit, e Allahu xhaleshanu neve na cek në Kur'an se muslimani duhet të i beson kushtet e imanit. Kullun amana billah. Çdo kush i ka besu Allahut. Kush? Çdo pejgamber, edhe pejgamberi, edhe muslimanët i kanë besu Allahut, wa malaikatihi, edhe melaqeve të Zotit, që numri nuk i dihet, që melaqet të cilët janë krijuar nga drita. Edhe numri melaqeve nuk dihet. La ya'lamu junudu rabbihi lahu. Numrin e ushtrisë së Zotit nuk e din përpas Allahu xhaleshanu. Do të më besu melaqes të vdekjes, Gjibrilit, melaqes e kodrave, melaqes të riskut, në të çdo melaqe që Allahu dhe pejgamberi na ka cek, muslimani ka për obligim të i beson melaqeve të Zotit. Jo me thonë valla unë melaqe të vdekjes nuk i besoj, se vdekja vjen hop kop. Jo. Vjen melaqe ta merr shpirtin, vjen melaqe ta bjerë riskun, vjen melaqe ta shkruan. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo punë çka e bën, i ki melaqe që ta shkruan, edhe të mirën edhe të keqen. Andaj këto muslimanët duhet të i beson në të melaqeve. Wa kutubihi, dhe librave të Zotit, çdo libër që Allahu xhaleshanu e ka zbrit te pejgambert. Librin Zebur, Teurat, Injil, fletave të Ibrahimit alayhis salam. Çdo pejgamber ka ardhur me një kitab e jona është nga besimi, është me ju besu librave të Zotit. Wa kutubi wa rusulihi, dhe pejgamberve me i besu se Allahu xhaleshanu ka dërgu të çdo popull pejgamber. Sa pejgamber ka më një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë kanë qenë 300 e kusur pejgamber. Në Kur'an janë përmend 25 që i dim. Do pejgamber janë përmend në hadithe 3-4, më shumë se 30 nuk i dim. Por kur e kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wasallam sa pejgamber Allahu i ka dërgu, ka thonë mes me edhe Ademit janë 300 e kusur pejgamber. Andaj nga imani është ne i besu çdo popull ka pas pejgamber, edhe ai pejgamberi që ja kon Ademi asem është zaventësi i Allahut në tokë. Çdo pejgamber që ka qenë është zaventësi i Allahut në tokë, sepse e ka shpall apo e ka pru ligjin fjalët e Zotit. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Nuk i dallojmë në asnjë pejgamber.
ne si musliman ne I besojmë krejtëve pejgamberëve. Për dallim të krishterët, Jahudit nuk I besojnë Isës, I besojnë Musës e Tenalt. Krishterët I besojnë Isës e Tenalt, Muhamedit nuk I besojnë. Ama ne çka them? La nufarriqu baina ahadin min rusul. Nuk e dallim asnjë pejgamber. Çdo pejgamber që ka ardhur me ligjet e veta ne besojmë se ka ardhur edhe e ka pru fjalën e Allahu xhalla shanu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. E musliman tot Allahu xhalla shanu janë ata të cilët thonë e kuptuam besimin ton edhe jemi të bindur se kjo është ajo që Allahu xhalla shanu neve na urdhënon edhe çka na lipet prej nesh. Sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam. Edhe pastaj Allahu xhalla shanu neve na mëson thot Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, muslimani kërkon falje. Faljen tënde o Allah, se ti je ardhmëria jon. I tregojmë Allahu xhalla shanu se ne nuk mujmë të çdo sen çka veprojmë, jemi mëkatar, jemi gjunaqar, edhe kina mu kthit Allahu xhalla shanu. Edhe Allahu xhalla shanu neve ka më na marrën pyetje për çdo vepër të vogël. Qoftë ke vogël apo e madhe. Edhe kthimi është te Allahu xhalla shanu. Për këtë çka ka Allahut ne I kërkojmë falje dhe thojna o Allah ghufraneke. Ti e falës, na fal neve, sepse ketë ardhmëria jon të takon ty. Ketë çka ka në tokë, kina mu kthi një ditë për ditëve te Allahu xhalla shanu. Pastaj tash shikoni ai Allahu xhalla shanu tash neve na mëson do duaja si duhet të jemi me Zotin tan. La yukellifullahu nafsan illa usaha. Allahu nuk e ngarkon njeriu atë sa smundet. La yukellifullah. Nuk ngarkon ty atë çka smundesh. Çdo sen çka ka ardhur Allahu xhalla shanu tokë ka për të mirën tonë. Agjërimi ka për të mirën tonë, namazi ka për të mirën tonë. Nuk ka mundësi, shikoni, nuk ka mundësi diçka. Nuk ka mundësi diçka me turnu Allahu që është kundra teje. Çdo sen që Allahu të ka ardhur është për të mirën tonë. Mos mendoni se Allahu neve na ka urdhëruar me agjërim, edhe kjo është kundra shëndetit tonë. Mos mendoni që Allahu na ka obliguar namazet edhe është kundra shëndetit tonë. Mos mendoni se Allah na ka urdhëruar me zeqat edhe ka me na zhduk pasunia. Mos mendoni se Allah na ka urdhëruar me hax edhe është kundra vujudit ton. Jo. Çdo vepër, çdo urdhër që Allah të ka urdhëruar është për të mirën tënde. Allah nuk ngarkon atë sa mundesh. Laha ma kasabet wa alayha ma iktasabet. Edhe njeriu I takon ajo, edhe e mira dhe e keqja. Nëse ka punuar një punë të mirë, ka me gjetë shpërblimin. Nëse e ka boni ndonjë të keqe, ka me gjetë dënimin të Allahu xhalla shanu. Rabbena, tash thot Allahu xhalla shanu, Rabbena la tu'akhidhna in nasina akhtana. Njeriu I thot Allahut, o Allah, mos na dëno nëse harrojmë edhe ose gabojmë. Se shikon, njeriu mund të harrojë në gjumë, Allah nuk ta shkruan. Po edhe nëse gabon diçka, shembull vret diçka, ose nëse harrojmë diçka, hajmë në Ramazan pa qëllim. Nëse harrojmë diçka namaz, nëse harrojmë diçka në agjërim, nëse harrojmë diçka në hax, Allah nuk ta shkon. Po edhe nëse gabon, Allahu xhalla shanu I thu Allahut, o Allah, mos na dënon nëse harrojmë dhe nëse gabojmë. Rabbena la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbena wa la tahmil alayna isran kama hamaltuha lil ladina min qablina. O Zot jon, mos na ngarko neve me diçka që I ki randu, me diçka tramp që I ki randu pejgamber tjerë. I kallzon Allahu o Allah, ne jemi gjunaqar, ne nuk mundna me ndoshta ket urnat e tuja me I çun në vend. Mos na ngarko me diçka që s'mundna me bajt. I lutet Allahut. Edhe Allahu xhalla shanu çka thot? Fal. Andaj uftu përgjigja. Ka në një hadith ku pejgamberi sa ju ka lutë Allahut, Allahu xhalla shanu ka thonë tu përgjigja. E për këtë shkak këto janë lutjet e njeriu që duhet të më ju lutë Allahut. O Allah, mos na ngarko me diçka. Mos na jep diçka që është bën për neve apo që I ki obligu pejgamberët apo njerëzit e tjerë, edhe mos na ngarko edhe neve me ata që I ki ngarku ata. Pastaj Allahu xhalla shanu thot Rabbena
Rabbana wala tahmil alina isran Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. O Allah, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi, nuk mundna me zbatu. Pastaj Allahu xhelle shanhu i cek, do të thonë, 4 gjona, nëse ti i lutesh Allahut kemi qenë i lumtur. Fa'fu anna. O Allah, atë çka kemi bërë të kaluamën, ato mëkatet na fal. Na fal. Mos na zë për të madhe. Wa ghfir lana. O Allah, edhe për gjunat çka jemi duke i bë, na fal edhe na mbulo. Me të bë Allah gafur, me të fal Allah, do të thonë, me ta fal edhe me ta mbulu. A afu është me ta fal Allah, ta ka fal, atë çka e ke bë ta ka fal. Ama atë çka e bën tash, edhe ta fal, i thua Allah, o Allah, ma fal edhe ma mbulo, mos ta shofe filon gjunain tem. Se ka mundsi në herë Allah me ta fal, ama nuk ta mbulon gjunain. Ta shef filoni, ta shef aloni, ta shef baba, ta shef nana, ta shef gruaja, ta shef evladet, ta shef xhamati. Vallahi beti i kilut Allahut me ta fal. Allah ta ka fal, ama nuk ta ka mbulu gjunain. Ta ka pa xhamati komplet. E ke nxjerr në Facebook, e ke nxjerr në YouTube, e ke nxjerr, ta ka pa këtë dynjon. Allah xhelle shan thot kullu ummati muafa ila al-mujahirin. Allah këtë njerëzit u afal gjunat përpas ai cili e shfaq, e bën të dukshme. Vakallzon njerëzve, këtë Allah nuk ta fal. E në herë Allah mundet me ta fal, mos me ta mbulu. Për këtë shkak i lutesh Allah duke thonë wa'fu anna waghfir lana, o Allah, na fal, po edhe na mbulo. Warhamna, edhe na mëshiro. Na mëshiro Allah me ato që i kemi bë, edhe të ardhmen o Allah na mëshiro nëse ne bëjmë gabime. Ente Maulana, ti je krijuesi jon, ti ai i cili na mbron, ti ai kujdestari jon, që ti na mbron, ti kujdesesh për neve. Ente Maulana, fansurna alal qaumil kafirin. Edhe na mbron nga pabesimtarët, nga jo musliman. Pse? Se ti Allahu xheleshon ti ka cek të mirat e islamit, e dikush mund me pas zili për ty. Allahu mund ta fal, të mëshiron, ta jep xhenetin, e dikush kush ka xhelozi jo muslimon ndaj teje. Edhe i thua Allahut në fund, tu Allah, na largo prej jo zullumçarëve, na bën që të jemi kundra atyre me argumente, t'ju kallëzojmë se çka është Islami. Se të edhe ajetet Allahu xheleshon në surën Al-Bekare, Allah kallëzon për polemikën me krishterët që e ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam. Që Allahu pejgamberit me në të tëdhet ajete neve në kallëzon Allah në Kur'an që e ka pasa pejgamberi me krishtet polemikën për besimin, me i besu Allahut të një, edhe ju, o ju krishtet, o ju musliman, o ju që i si besoni Allahut, ta dini se ju një dalalet, ju një batil, e vetë me fejt Allah është Islami, Allah ka me pranu Islamin, e dikush mund me pas zili, pse Allahut t'i fal gjunat, pse Allahut më shiron, e i thua Allah të fansurna alal qaumil kafirin, o Allah na ndihmo kundra popullit jo zullumçar, kundra popullit qafira. Kjo është ajo pika të shkurta, domethënë rreth kësaj sure, me të vërtetë është sura shumë e madhe. Dy ajete janë shumë të mëdha, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse ju i lexoni këto ajetet e surës Al-Bekare, fundit ajetet e surës Al-Bekare, do të mjafton për ty si musliman. Andaj nuk ki nevojë mund atë e ki Allahun, e ki mbrojtës Zotin, andaj ki të mirat Allahut, e ki të mirat e dunjos, e ki të mirat e xhenet, edhe nuk ka mundësi dikush me të bëj vezvese, edhe i thua Allah tu Allah largo prej çdo ziliçarit, çdo hasedxiut, edhe bënëm të fortë kundra atina atyre të cilët ta kanë lakmi, ta kanë zili ty Allah dhe pejgamberit asem edhe muslimanëve. Lutim Allahun xhaleshan që Allahu në këtë sure që e shpjeguam ta mësojmë ne si musliman. Kjo është e kam shpjeguar që ne ta mësojmë, jo vetëm hoxha, jo vetëm muezini, por ne si musliman ta mësojmë që ne duhet ta lexojmë, kanë thënë ulema, ta lexojmë për çdo natë mas namazit të akşamit deri në mëngjes. Para se me flet, lexoje që e ki mbrojtën Allah, mbrojtës e ki Allahun xhaleshan, Allah ka me të mbrojt prej sherrit, prej të këqijave edhe prej gjinave. Që shpesh herë në 33 tona, vallahi kena pa një ëndër, vallahi ka shejtani, ankthi, më ka shtyp, s'ka mujt me marr frim, po pse se s'ki ra pa abdes, s'ke fal namaz natë, s'ke fal
Sikur sa i panciri që ka të mbron prej plumit edhe ajetul kursi, edhe amen e rasuli të mbron nga të këqija që mos më të ardh edhe më të ndodh ty si musliman. Lutim Allahun xheleshon që Allahu të na fal, të na mëshiron. Gjunat ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu magfiret të na bën. Xhenet el Firdaus nasib të na bën. Amin wa akhidawan alhamdulillahi rabbil alamin. Ma bani Allah pak